Mirë miq, jemi 2 javë pa u parë së bashku edhe në këto 2 javë gjithçka ka ndodhur. Kur them gjithçka ka ndodhur, kryesisht I referohem rezultateve të zgjedhjeve, edhe për të komentuar çka po ndodh mbas 11 majit, sigurisht unë mora një indicje nga kolegu. Unë s'jam gazetar me thënë drejtën, po tash kështu të vetaj gjua thua kolegu me që e kam këtë mikrofonin e ma kanë lënë detyrë qendrestarët. Jam me Renaldo Saljainin. Ne jemi kolegu protestues mund të thuash. Edhe kjo. Jam me Renaldo Saljainin, gazetar, një mik I vjetër I joni edhe së bashku na ka bashkuar jo vetëm studiot ku Renaldo shpeshherë na fton, po edhe aktivizmi. Le të themi jemi gjendur së bashku për të organizuar shpeshherë reagime qytetare, protestash për çështje të cilat kanë qenë me rëndësi, siç mund të kenë qenë le të themi ilaçet, ajo skandali I onkologjikut, edhe protestat e Martinit, po gjithsesi le të themi kemi mbajtur kontaktin për gjërat që na shqetësojnë tek publikja. Tani Renaldo e nisi ditën e djeshme me një status të shkurtër. E votuat, mbajeni. Edhe pyetja ime e parë është çfarë të mbajnë, se unë kam përshtypjen që po e votuan, e kanë dashur. Kështu që nuk është se do I rëndojnë ta mbajnë. Dhe ideja është që ti ke shprehur në një zhgënjim këtu, në një ironi. Unë mbahem për ironi në rrjetet sociale, ata shumë njohin e din. Dhe këtë bluzën e kisha ruajtur fiks për një rast të tillë. Bluzën që kisha veshur te fotoja. Po mirë, po ti I bie para përgatitur për humbjen. Jo, unë e opozitës. Unë nuk isha para përgatitur për humbjen, po e kisha ruajtur. Vetëm do më afrosh pak mikrofonin. Po. E kisha ruajtur këtë bluzën për një rast të tillë ku duhet të bëja një ironi me ata që ankohen edhe pastaj votojnë të kundërtën në gjë që ankohen. Nuk është problemi im, se unë punën time e kam bërë deri tani. Domethënë, unë çfarë kam patur në dorë ta bëj, e kam bërë. Kam reaguar kur kam menduar që duhet reaguar, kam protestuar kur kam menduar që duhet protestuar. Kam investiguar aty ku kam patur mundësi të investigoj për të zbuluar çfarë ka ndodhur dhe çfarë nuk shkon dhe cilat janë rastet e korrupsionit. Po e votuat mbajeni vlla. Tash çfarë t'ju bëjnë? Se këtej ankohen që po vuajmë, janë rritur çmimet, na kanë ikur fëmijët në emigracion, nuk na del pensioni, po na prishen shtëpit nga rruga, e ku diun, edhe pastaj kur vjen puna shkojnë e votojnë. Se është rasti I atyre banorëve që po ju marrin ujin atje në Tragjas, ku është në Vlorë. Dhe votua. 60%. Rasti I këtyre banorëve të Hotolishtit në Librazh, që do ju prishet shtëpia. Ata kanë një muaj që po proteston Hotolishti, 60% pse janë në Hotolisht. Domethënë ti proteston kundër Partisë Socialiste se vjen po të prish shtëpinë, kur vjen dita e zgjedhjeve, ti e voton atë parti që do të prishë shtëpinë nesër dhe ti e di që do të prishë shtëpinë. Mbaje vlla, e votove mbaje. Me këtë e kisha, me këta që ankohen dhe kur vjen puna pastaj te kutia e votimit, shkojnë edhe votojnë emocionalisht dhe nuk votojnë racionalisht. Ne votojmë për Partinë Socialiste se jemi familje partizanësh. Po mirë, Librazhi është zonë e majt, Korça është zonë e majt, ku diun Veriu është zonë e djathtë. Dhe pastaj ndahet ajo harta blu Veriu, ma vi jugu. Më kujtove një intervistë një kështu kronik të Edison Hypit vitën përpara, edhe I shkon një plaku në ato vendet ku mblidhen këta pleqë, edhe I thot, çfarë je ti, thot, socialist apo demokrat? Edhe ai për një moment thot, demokrat, edhe thot, jo, se unë ngatrova, jam socialist, se ne kemi qenë partizan, jemi familje partizane. Kjo përkatësia si e shënjuar, më kupton, edhe ti mundohesh t'ja lesh edhe trashëgimi I fëmijëve partim politike apo bindje politike. Po ka një problem në atë që ti artikulon. Ne të dy kur bënim analizën kohë përpara zgjedhjeve, ditë përpara, nuk është se shikonim një rezultat tjetër. Domethënë ti në analizën që bëje, mendoje që Partia Socialiste nuk arrinte të drejtonte sërish vendin ose opozita do rikthej në pushtet? Jo, unë në bastet që unë kam vënë, me vëndet ca baste bashkëne, po në bastet e tjera që kam vënë pastaj, unë mendoja që rezultati do ishte shumë I ngushtë. Nuk mendoja që Partia Socialiste do mund fitonte 83 mandate.
mendoja që do ishte 70, 71, 72 dhe do ndaj për shumë pak situata, se mendoja që partitë e reja do frymëzonin më shumë. Nuk mendoja që Partia Demokratike do ishte një alternativë serioze në këto zgjedhje, me atë listë që bëri dhe me atë fushat që bëri Po në fund. pse e paragjikonte atë Marit ose këtë poshtë fushës që ka probleme ankohet dhe ka votu. Po sepse në këto zgjedhje, Migen, ti kishe më shumë alternativa se në çdo palë zgjedhje që unë mbaj mend. E vërtetë është. Nëse je i zhgënjur nga qeveria, mund të votosh Partinë Demokratike. Nëse je i zhgënjur nga Partia Demokratike, por je i djathtë, mund të votosh Partinë Mundësia. Nëse nuk të pëlqejnë këta që kanë qenë në pushtet, mund të votoje Nismën Shqipëria bëhet. Nëse je i majt dhe nuk të pëlqejnë gjithë këta të djathtët, mund të votoje Lëvizjen Bashk. Nëse je i djathtë dhe je i lodhur me të gjithë këta, mund të votoje Dashamir Shein, Ali Bejajn. Nëse je Euroatlantik, mund të votoje Lulzim Bashën. Dhe asnjëra nga këto alternativa të reja nuk mori atë që ata prisnin dhe atë që të gjithë prisnin. Bën gjithë atë fushat, i penalizoi dhe sistemi, patjetër. Po njerëzit nuk i votuan masivisht. Dhe njerëzit kishin alternativa në këto zgjedhje. Ore, nëse nuk ja u mbushte mendjen asnjëri nga këta, nuk kishin asnjërin për të ndëshkuar me vot. Nuk e ndëshkonin dot me vot qeverin. Për të gjithë ato që ju kanë ndodhur. Për ilaçet e për çdo gjë tjetër që Po megjithatë, mbas rezultatit 11 majit, ti personalisht ke nxjerrë mësime ose në një urtësi, çfarë ishin gjërat e para që i the vetes? Po jo në këtë kuptimin e inatit për t'ia nxjerrë dikush tjetër, po një gjëra që gjëja e parë që mua më kujtua kur në mëngjes pash hapa faqen e KQZ-s dhe pash trendin si ishte, në të hënën mëngjes dukej trendi pa mbaruar numërimi. Më kujtua ajo intervista e Adzef Plumit, që thaj duhet ndru truni këtij populli. Unë kam frikë që ti je pak fataliste. Ore, nuk jam fatalist, unë jam realist, i duhet ndruar truri këtij populli, dhe pastaj më kujtua ajo që të çova ty. T'ja u themi edhe shikuesve të podcastit. Pse ata njerëzit e Mojsiut nuk e gjetën dot shumë shpejt tokën e premtuar dhe u endën 40 vjet në shkret të tjerë. Dhe Mojsiu mendonte që kishte me vete ndihmën e Zotit, kishte Zotin dhe e kishte provuar që kishte me vete ndihmën e Zotit. Arriti të bënte gjithë ato gjëra në Egjipt, të kthente ujin në gjake, të bënte natën ditë, të sillte smundje, të çante detin, të largohej. Po pse nuk po e gjente dot tokën e premtuar? Edhe në një moment ja drejton këtë pyetje Zotit, në ato momentet e veta të pesimizmit, siç jemi ne tani. Edhe Zoti thot, unë po e perifrazoj, nuk po e them dot fiks si është në shkrimet e shenjta, po pak a shumë kjo, nuk po e citoj të saktë domethënë, se s'isha përgatitur se mund ta kisha sjell. Dhe i thot, do të arrish në tokën e premtuar, thot, kur i fundit i atyre që ka lindur në skllavëri të mos jetojë më. Se ata që kanë lindur dhe kanë jetuar në skllavëri nuk e meritojnë të jetojnë në liri. Dhe unë e përshtata këtë me realitetin shqiptar. Te ne vazhdon akoma ndikimi i njeriu të ri të komunizmit, Migen. Ne kemi 700.000 pensionistë që nuk ju del pensioni, që nuk i kanë fëmijë dhe niprit këtu, por që janë brumosur në atë periudhë dhe vazhdojnë votojnë akoma për Partinë Socialiste. Ne kemi njerëz që megjithse ka 30 vjet ka rënë sistemi komunist, ata kanë qenë antarë të Partisë Punës dhe e shohin Partinë Socialiste si vazhdimsi të Partisë së Punës dhe votojnë për Partinë Socialiste se e shohin si vazhduesen e partisë që ata kanë aderuar dikur. Dhe derisa të ndrohet truri i këtij populli, dhe Adzef Plumi thot truri ndrohet në shkolla, po në shkollat i kemi keq e më keq dhe po i mbyllim dita ditës, se ti e di më mirë, dhe derisa të vi një brez i ri që nuk ka jetuar në diktaturë, që ta meritoj lirin, unë mendoj që kjo situatë kështu do vazhdoj. Në qeveri dhe në opozit, se drejtuesit e opozitës janë të njëjtë, nuk përse po bëjnë një diferencë të madhe. Unë ta bëra ftesën për të diskutuar sot, sepse ti përfaqëson anën atë anë të trurit tim që unë e censuroj për t'i thënë ke të drejtë ose jo. Edhe thash sa të merrem me veten, thash po marr Renaldën, edhe po e bëj debatin pak më. Shpesh e mendoj dhe unë këtë. Problemi që ndron që a mos ne rendim të gjejmë fajtor të menjëhershëm, të shpejt, si përfaqësor,
si refuzim për të parë realitetin më mirë. Ne po diskutonim edhe pak më parë bashkë që për shembull kampet politike, sidomos është edhe fenomeni fushatës. Krijojnë realitete paralele. Dhe ata mendojnë që jetojnë në ca fuska. Më thënë edhe 21-shi kështu ka qenë. Mbaj mend më thonte dikush që ore unë tha nuk gjeta, tha në 2 muaj nuk gjeta dikë që të lavdëronte Ramën në Facebook. Mirë po tha ai fitoi. Ndërkohë që është shumë e thjeshtë. Algoritmi i Zuckerbergut e kupton që ti je adhurues si njërit krah dhe të nxjerr vetëm atë. Dhe ti në mënyrë jo realiste ke ndërtuar një realitet që mund ta gjykosh që është i joti, po nuk është realiteti që përkon me realitetin i shumicës, ose është mesatarja e shumicës. Në këtë kuptim, mos bim gabim ne kur e gjykojmë kështu, se historikisht unë po ndalem tek ajo që ju thoni. Thoni gjeneratat që jetuan në pensionistët, për shembull kur isha unë 10 vjeç, tani nuk e di mirë, po fillimet e demokracisë. 96, domethënë në këto periudha. Dhe babai më tregonte të njëjtën histori, më thonte Partia Socialiste fiton gjithmonë sepse janë të parët pensionistët, të cilët janë brumosur në komunizëm. Mirë, po ka kaluar 35 vjeç, 35 vjeç babai im u bën pensionist tani, më kupton? Dhe nuk është më e njëjta gjenerat. Dhe kjo kategorizimi i pensionistëve si target grupi PS-s, unë nuk mendoj që është më e drejtë, vëlla. Pensionistët unë nuk e mora si pensionistët ata që marrin pension, mosha e tretë ose mosha e mëdha. Po them ata që kanë jetuar në atë sistem dhe janë brumosur si njeriu i ri i realizmit socialist, nuk e shikojnë dot kundërshtarin si kundërshtar politik, e shikojnë si armik. Në subkonsciencën e tyre, ata nuk e shohin dot një njeri të partisë tjetër si kundërshtar politik, që ndajnë ide të ndryshme, por në fund janë njerëz, e kupton? Ata e shohin tjetrin si armik. Dhe në subkonsciencën e tyre, armiku, ai është armiku, nuk është kundërshtari. Dhe shpeshherë edhe politika e nxit këtë subkonsciencën e fjetur të këtyre njerëzve. Që thot armiku, ai është armiku i kësaj, armiku i integrimit, armiku i shqiptarëve, armiku i fëmijëve, armiku i shkollave, armiku i zhvillimit. Po mirë, ja ta bëjmë kështu real time këtë krahasimin. Listat e partive politike kandidatëve, kush i kishte më strategjikisht sakt? PS-ja apo PD? Partia Socialiste. Lideri që udhëheq, le të themi, kampet. Kush është më problematik në sy të, le të themi, edhe aspekti ndërkombëtar, po edhe aspekti të energjisë. Tani, nëse ti ke një lider që ka probleme me Angli, Amerikë, që janë institucionet më të besuara sipas raporteve që bëjnë sulmon Spakun, ndërkohë që Spaku është më i besuar po edhe ky tjetër shitoi sulmon Spakun. Edhe ky tjetri, sigurisht. Po në këtë kuptim ne kemi një seri analize që e kuptojmë që kjo do të çonte drejt humbjes. Tani pse e veshim publikun me faj? Unë nuk e vesh publikun me faj pse nuk votoj Partinë Demokratike. Unë nuk po ti thua që kishte më shumë zgjedhje dhe mund të bënte zgjedhje të tjera. Mund të bënte zgjedhje të tjera, patjetër. Se për çfarë një i djathtë që është i zhgënjur nga Partia Demokratike të mos votojë Agron Shehajin. Për çfarë një i djathtë që është i zhgënjur nga Agron Shehaj dhe nga Partia Demokratike të mos votojë nismën Shqipëria bëhet. Për çfarë nuk duhet ta votonte? Për çfarë një i majt nuk duhet votonte Arlind Qorin? Po mirë, kjo ndodhi, si realizohet? Se të thuash për shembull që duhet ndruar mendja këtij populli, po mirë apo bie dakord? Si bëhet? Mendja nuk ndrohet, mendja ndrohet në shkolla, ka thënë Xhefi. Dhe duhet të kalojë shumë kohë që mendja të ndrohet në shkolla. Si t'ja dalim? Se nëse ti më thua që në shkolla ndrohet mendja, dhe ne shkollat i kemi me sistemin më të rënuar në Europë. Ndërkohë që më thua po mos iku dhe i fundit që ka jetuar në robëri. Tani unë t'i them kalamajve që as ju, po fëmijët tuaj mund të shijojnë diçka. As ata, po fëmijët e atyre që ikën nga Izraeli e shijuan tokën e premtuar. Nga Egjipti e shijuan tokën e premtuar. Atëre, me që e nisëm me këto krahasime biblike. Atëre, ky është një vëzhgim që unë e thash, kam refuzuar gjithmonë ta bëj, sepse më çon një barazim shumë jo idealist si unë doja. O Miguel, sa shok keti të universitetit këtu në Tiranë? Sa të kanë mbetur? O të gjimnazit? Shumë pak.
të shiko, kur shokët e mi të gjimnazit dhe të fëmirisë bëjnë fotografi në Shtetet e Bashkuara kur ka një sebep apo një gëzim, unë ndjej veten emigrant këtu, sepse unë jam tek me Rigelcin, ndërkohë që ata janë të gjithë andej. Unë shkova këtë verë në Maliq, në vendlindje. Dhe ne kishim një traditë që kur shkonim verë mblidheshim me këta shoqërinë e gjimnazit, takoheshim. E di sa u bëm këtë verë ne? Nga 30 e ca veta? 3. Vetëm 3 kishim mbetur. Nga shokët e mi të universitetit, shumica janë këtu se janë gazetar, po nga njerëzit që unë njoh, çdo ditë më shumë ikin. A nuk është kjo një arsye për të ndëshkuar me vot politikën e vjetër, po themi, që ti barazoj të dyja partitë e vjetra, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Ata prindër që nuk i kanë fëmijët këtu, që nuk i kanë niprit këtu, që nuk ju del pensioni, pse duhet të vazhdojnë Po të ti votojnë? përgjigjen e more, pse vazhdon me këtë retorik prapë? Ore, unë nuk e kuptoj pse, unë nuk kuptoj trurin e këtyre. Po ja, unë mund ta them një. Se unë nuk jap do Ja ta shpjegim them, se ti për shembull ke thënë e votuat, mbajni. Për shembull diaspora s'ka për ta mbajtur. Diaspora, se Po taksat, por e taksat votoj. atyre kushri vetëm në Gjermania o menaxhon Merci, mua mi menaxhojnë këta këtu taksat e mia. Më kupton ti dhe e votuat mbajni. Për shembull diaspora s'ka për ta mbajtur. Kjo është shumë e padrejtë. Se edhe Se e votoj. e kemi bërë dhe këtë debat bashkë për votën e diasporës. Që mënyra se si u shpërnda vota e diasporës është e padrejtë. Tani, unë kam ca kushëri, unë Po po mirë themi. brenda vendit se po jashtë vendit Po marrim kushëritë e mi që jetojnë në Itali. Mos marrim ata Mos të u bjen Gjermanisë. qafë se do të bjen telefon pastaj. Hajde, le të mbien telefon se dia u them. Po. Kushërinë e mi që jetojnë në Itali. Atyre jo menaxhon taksat me loni. Ata nuk kanë probleme me shëndetësinë, nuk kanë probleme me arsimin. Kur vinë ata nga Italia, unë ju them, "Dgjoj, më sillni këtë ilaç, më sillni atë ilaç." Po. Kur vinë ata të Amerikës, ju them, "Më sillni ca atë vila." Se s'ka këtu ilaç. E vërtetë është. Dhe ata vendosin tani se kush do menaxhoj taksat e mia. Që të menaxhoj Rama taksat e mia, ndërkohë që taksat e tyre janë menaxhon Meloni atyre. Po atyre jep kushtetuta Taksat e mia shkojnë te incineratori. Dhe ata vinë e shikojnë Shqipërinë 2 javë në vit dhe mbajnë mend Shqipërinë e 92-shit kur kanë ikur, që nuk kishte buk këtu, dhe thonë, "Ua, si është bërë Shqipëria." Thonë. Po pse këta brenda vendit nuk mendojnë ashtu? Po mendo kanë pra. Mendo kanë edhe këta brenda vendit. Ka një unë mendoj që opozitarizmi në tërësi i bëri llogarit gabim kur mendoj që fitohet me frym. Nëse fitohet me frym, po nëse ti ke dal nga vendi, ti automatikisht vot kundër shtetit. Se nëse ti ke dal nga vendi, ti ke ikur pas 97-s, ti ke ikur pas piramidave, ti mban mend Berishën, është sindroma e emigrantit që mbetet në atë vit që ka ikur. Ti mban mend Berishën e 97-s dhe ti nuk mund ta votosh kurrë Berishën. Po pse nuk votuan këta të tjerët është pyetja ime. Se me shumë mundësi ata të 97-s nuk kanë as pasaportën e Shqipërisë. Edhe unë jam i bindur që numri më i madh i votuesve janë ata që kanë ikur 10 vitet e fundit ose dekadën e fundit. Nga ajo ç'më rezulton. 10 vitet e fundit ata kanë ikur nga qeverisja tani. Nga qeverisja ka ikur. Po pse e kanë votuar pra? Po mundet që për shembull nëse ma lejon ta bëj një paralelizëm me të shkuarën. Por e mos ka mundësi që nëse ne e kemi parë shtetin si një pengues për të na nxjerrë jashtë, ne ja kemi llogaritur si dhuratë shtetit faktin që na ka lënë të dalim jashtë. Për shembull, kur u liberalizuan vizat, asnjëri nuk ankohej që çfarë na bëre o Berish, na liberalizove vizat se ne tani mund të ikim të gjithë. Madje shumica mendonin që ky ishte një qeveri e mirë që i la mundësinë për të dalë jashtë. Tani. Dhe sot, në të gjitha forumet që unë diskutoj me të rinjt, kur diskutojnë a e duan Europën apo jo, edhe janë përgjigjur disa ambasadorëve që unë i kam vënë përballë, dhe i kanë thënë ambasadorët, i kanë thënë, doni të integroheni dhe të bëheni pjesë e Europës? Po, gjithë po. Dhe ata habiteshin. Po përse? Pyetja ishte që të ikim në Europë, pra të emigrojmë. Që do të thotë, nuk e lidhin shtetin si një shtet i cili ja u ka pamundsuar jetën brenda vendit dhe kanë ikur jashtë, po e kanë konsideruar që meqense 45 vite ne kemi pasur një shtet që të mbante me zor brenda, fakti që ju jep oportunitete për të ikur është një avantazh. Është një avantazh që ata janë mbajnë mend si vlerësim. Nuk e di nëse është analiza e drejtë, po mendoj që mund të ketë funksionuar dhe kështu. Ora kushrinit e mini Itali kanë pasaportë europiane, dha. I vetmi premtim i Ramës ishte do t'ja pasaportën europiane, ata e kanë pasaportë italiane. Çfarë ju premtoi atyre ata që e votuan, po themi? Po unë jam i bindur që ti bën analizën gabim atëre.
Ore, nëse ti këtyre njerëzve, 200 e ca mijë njerëzve që ishin diasporë, premtimi i vetëm që ti u bën është pasaporta europiane. Se cili ishte premtimi i dytë që Rama bëri? Pasaporta europiane. Po. Ata e kanë, shumica prej tyre kanë pasaportën europiane. Çfarë ju premtoi atyre që e votuan? Atëre, mos vallë është kjo makineria elektorale që ka thënë Partia Demokratike? Cila? Makineria elektorale e menaxhimit të votës së diasporës, po më çfarë treni bëj bullgare, Partia Socialiste mos menaxhojë të gjitha patronazhistët e. Se edhe kjo Po, qasje edhe këtu, edhe këtu fajin e ka patjetër ai që vjedh. Patjetër ai që vjedh, po edhe ai që vidhet. Se i libër më kujtohet një analizë e libër Renozit Miguel në 2021 që thotë, ti vodhi, pse si ruajte? I ruaj Po ata dolën nga rand që do i ruanin. Po ata gjithmonë dalin nga rand që do i ruajnë dhe pastaj gjithmonë thonë ai vodhën. Shikoj, edhe unë kam filluar ta ndjek Renozin, edhe Renozi edhe në një analizë tjetër të 2025-s ishte fantastik. Shumë i qartë. Dhe unë mendoj që është mik thjellti i PD-s. Dhe unë shoh, shikoj, ka ndodhur mbas 11 majit, ka ndodhur disa ngjarje. Për shembull, kam filluar të diskutojmë për dorëheqje. Dhe disa e kanë për shembull sot, po lexoja tani para se të vjeti që kishte dhënë dorëheqjen Dashamir Shej. E kishte dhënë dorëheqjen Altin Goxhaj, dhe ai kishte një angazhim politik. Ti dhe dorëheqjen dhe e votuat majni, dhe ai por dhash dorëheqjen nga ankesat. Një deklarat dorëheqje. Mirë, po unë shikoj për shembull disa të rinj brenda partisë, u kuptua tani që njerëzit janë të polarizuar. Shkojnë o PD o PS. Çado që t'ju ndodh këtyre. Dhe mbase kontributi i madh është që ore shkundësh PD-n që të kthehet në një alternativë. Dhe i çoj një nga këtyre djemve të rinj që janë kështu të kollarisur të arsimuar jashtë, i çoj në një status të tij, i çoj vetëm print screen statusin atë Nenin Basha. Kryetari i mbaron mandati automatikisht, nuk di të rizit. Më bëri remove. Nuk kemi më shok bashkë. Më hoqi nga. Domethënë, çfarë ndodh me këtë, le të themi, të riun, që nuk është rritur në skllavëri, po i bie gjëma, po ti thuash Berisha duhet ndruar. Apo të pranojnë analizën e Renozit. Kam përshtypjen që publikisht nuk ta pranojnë dot, se mendojnë që po dolën armik do përjashtohen nga partia, se ajo Parti Demokratike është që po dole armik përjashtohesh nga ajo parti. Po nëse flet kështu jashtë kamerave dhe jashtë këtyre ambienteve politike, me këta njerëz ta pranojnë shumica. Unë gjatë këtyre ditëve për shkak të punës më ka rastisur që të takoj shumicën e funksionarëve të Partisë Demokratike. Dhe të gjithë e pranojnë në zë që duhet një ndryshim. Duhet që Partia Demokratike të marrë një tjetër rrugë. E provuan se, u vodhën më votat, dakord. Shkoj me logjikën atyre që u vodhën votat. Sa u vodhën? Se është 300.000 vota, është 300.000 vota diferenca, valla. U vodhën 300.000 vota. Janë vjedhur patjetër që ka patur manipulim të procesit, patjetër që ka patur përdorim të administratës. Po diferenca shumë e madhe. Tregon që ty njerëzit nuk të kanë votuar. Se ai mund të ketë votat e veta, dakord, ai manipulon votat e veta. Po ty njerëzit nuk të dolën të të votonin. Ti nuk ke ndezur të njerëzit, nuk e ke ngjallur shpresën, nuk e ngjallur dot besimin se mund të bësh diçka reale te njerëzit. Dhe faktori kryesor për këtë është lista. Lista e kandidatëve për deputet. Jam dakord me. Një listë me dinozaura politik. Dinozaur. Njerëz që janë po ti takosh me djalin tënd dhe ti thot ai që un kam në politikë që në 90-ën ose që në 82-shin, në 85-ën, djali jo do i pyesë, ja e mban mend dinozaurat? Se e mendon shumë të largët atë kohë. Tani ai njeriu do vendosi ende. Ti ke njerëz që kanë gjithë jetën deputet, shoqëri kënca nga këta. Ke njerëz që kanë gjithë jetën deputet. Ka një kufi çdo gjë. Po mirë, po unë prapë mendoj që para zgjedhjeve bëra një analizë që. Bëra një analizë. Në këto postimet me ironi. Gjatë pontifikatit të Ramës në Shqipëri, thash, janë ndruar 3 papë në Itali. Dhe papa ka mandatin e përjetshëm. Po kjo është një nga, le të themi, ato dramat që ne përjetojmë, që përgjithsisht nuk del askush nga politika, vetëm nëse e merr Zoti.
Kështu që ne kemi këtë kusur për ta shoqëruar. Megjithatë, ajo çka ndodhi. Ne kemi një majorancë tani, e kemi Po ka edhe një mesazh në nga të këto zgjedhje, fuqishme. një mesazh të madh Miken, që njerëzit duan figura të reja dhe votimi i Jorita Tabakut dhe Ilir Ali Mehmetit duhet të jetë një arsye që Partia Demokratike të ndryshojë. Po Duhet të mirë, jetë nëse këto duhet të jetë një individ nuk shuplak e e fortë për artikulojnë, se Partinë dhe unë këtë po Demokratike. pres. Po është ende herët zgjedhjet dje mbaruan. Në numërimi dje mbaroi. Dhe unë kam përshtypjen që do nisi Se dhe unë atë... do nisin ca zëra në PD. Okay. Se në primare këta dy ishin njerëzit më të votuar. Po. Ai nuk e futi në listë sigurt. Po, e vërtet. I la në listë të I hapur. futin në një betejë pa I dëshiruar. futi në një betejë të pandershme. Po. Me njerëz që e morën mandatin duke ndonjëherë duke pirë kafe te kafeja e Partisë Demokratike dhe Ilir Ali Mehmeti dhe Jorita Tabaku bënin fushat gjithë ditën. Ata morën mandatin, Ilir Ali Mehmeti rrezikon mos futet në parlament. Me 18.000 vota, rrezikon mos futet në parlament. Jo rrezikon. Dhe, po se ende janë ca makinacione që mund t'i përdorin. Cilat? Janë dorëheqje? 17.000. Jo, nëse do ishte ajo, do ishte fantastike, pastaj njëri nga këta dorëhiqe që thynte Ilir Ali Mehmeti, se është e pandershme që Ilir Ali Mehmeti të mbetet jashtë parlamentit. Domethënë një njeri që e kanë votuar 18.000 qytetar përballë një njeriu që nuk ka dalë në Facebookun e njërit nga këta të listës së mbyllur. Mikën u futa për kuriozitet. Po. Tash çfarë aktiviteti politik ka bërë ky që bën trimin tani pas fushatës? Zero. Asnjë takim me njerëz. Vetëm share live-et e Berishës, share lajme nga një televizion apo nga një tjetër, share lajme nga një gazetar apo nga një tjetër, nga një opozitar apo nga një tjetër, dhe ai njeri nuk i kishte shtrënguar dorën një demokrati. Një njeriu nuk i kishte kërkuar votën për Partinë Demokratike gjatë fushatës që ta nxjerrin në Facebook. Po Karikën do e shtrëngoj kam. Karikën do e shtrëngoj. Asaj si dalim dot. Shikon, në logjikën e vijës ku po shkojmë, unë dua diskutoj me ty disa dilema që mund të jenë, që unë do t'i shtroj në rafshin personal, por që sigurisht kanë dimension për te saj, për të kuptuar çfarë do të ndodhë. Dhe le të themi, po si dhe imazhin e parë për ty. Edhe dua të bëj këtë paralelizmin përballje s'ka më, se nuk besoj se ka ndonjë vend për përballje. Po ja vlen të largohesh, të ikësh, apo do qëndrosh, edhe kam vendosur këtë qëndrimin historik të shqiptarit me një po ti duhet kështë gjetur një piktur tjetër, është një piktori francez, kam përshtypjen që shqiptarët të rinë duke pirë kafe turke dhe me ato çibukët e gjatë. Se kjo është luftëtar epik. Po mirë, nuk do të çoja aq. Unë se kam menduar në largimin. E mendoj ndonjëherë në ca momente, po them ja ika ku do vete. Në Amerikë rojnë me ilaçe. Kështu që nuk e kam menduar në largimin, kështu që për mua qëndrimi është opsion patjetër gjithmonë. Mirë, edhe kam përshtypjen që është mesazh i mirë, pavarësisht se zhgënjimi duket qartazi tek ty, po kam përshtypjen që ti do i biesh prapë kësaj. Do i bie qemanes, unë atë do vazhdoj të bie qemanes time në atë habitatin tim, se atë kam, fjalën kam. Kam zgjedhur një foto të vjetër, po do doja të kuptoja çfarë do bësh ti në 4 vitet të ardhshme. Do bësh statuse të cilat do t'i bësh virale, apo do të bësh aksione të vogla në terren? E thash që paralelizmi duhet të jetë më i gjerë në kuptimin që një shqiptar sot do duhet që të prodhoj viralitet apo të bëj këto aksionet e vogla që dëgjoj, unë asnjëherë nuk bëj statuse me idenë për të bërë virale, po ato bëhen. Se madje në Facebookun nuk kam kështu fanpage, kam në Facebook timin që më shkruajnë njerëzit orë, hape pak atë, bëje publik që ta bëjmë çik share. Kjo foto duhet të jetë e 2015-16. Kur së bashku me ca aktivistë të tjerë ne shtronim dreka, darka për njerëzit, për komunitetet që nuk kishin të hanin. Edhe
E kisha harruar këtë foton fare. Do të janë dhe ca njerëz të tjerë. E kërmova Dhe ca nga ata njerëzit që janë te kjo foto është i ke prerë kanikur ama. Ca nga ata njerëzit që janë te kjo foto është i ka prerë kanikur. Vlen të angazhohesh Patjetër. Vlen të aktivisht, angazhohesh, dëgjoj. Ne që se unë shoh një kështu fatalitet të përgjithshëm që sigur hallet kanë, domethënë, a duhet i kthehemi halleve? Ky ishte rezultati, këtë zgjodhen. Po me njëherë mbas kësaj, a vlen që ne të qëndrojmë pasi të kaloj kjo periudha e depresionit, është ky depresioni post zgjedhje, sigurisht se që ne shqiptarët harrojnë shpejt? 3 ditë zgjat çudia më e madhe. Do bëj spaku ca arrestime, do na japi ca shfaqje, do merremi me. 52 sot. Po do arrestojnë një politikan, spaku do merremi me atë, u harrua pastaj historia e zgjedhjeve. Unë mendoj që të përpiqesh për ta bërë jetën tënde dhe të njerëzve përreth teje dhe të komunitetit ku ti jeton më të mirë është detyrë qytetare. Pavarësisht kush është në politikë. Fakti që ka një grup qytetarësh që ngrejnë zërin për çmimet, për ilaçet, për sigurinë, për shkollat, për shëndetësinë, e bën komunitetin më të mirë. Kolegu im dhe joti Osman Stafa ka një 6 muaj që ngre zërin për një pajisje. Në qësutë, ekmo. Në videot e Osmanit ishte ekmo. Dhe më ishte ngulitur në mendje ajo pajisja ekmo dhe kur shkova të bëj një eko thash, në vend thosha eko, thash ekmo. Dhe u habitën ata. Ishte bler ekmoja atje. E kishin bler. Presioni i Osmanit e bëri efektin. Ndoshta ata kishin ndërmend ta blinin, po pse se blen përpara para se Osmanit ta bënte presionin. Dje ajo pajisje që shpëton jetë dhe të paktën 50 veta në vit, sipas Osmanit, vdisnin për shkak të mungesës së saj, pajisje ka ardhur. Ja pra që presioni e bëri diçka. Ilaçet sot në onkologjik nuk mungojnë. Presioni atyre protestave që ne bëm dhe aktivizmi të Osmanit e bëri diçka. Siguria në shkolla nuk është më siç ishte, janë më të kujdesshëm, është diçka më mirë. Po. Jam më të angazhuar. Atëherë kur ne të dy protestonim me atë shkallën, atë shkallën të duhet ta vësh skenografi të këtij podcasti se ajo shkalla është simboli i protestave. Kur protestonim me atë shkallën dhe me të tjerë për çmimin e naftës, çmimi i naftës u ul. Pastaj kur protesta ndaloi u rrit prapë, po çon si ka çmimi, reagimi e jep një efekt. Dhe unë mendoj që të reagosh kundër një gjëje që ti mendon që është e padrejtë, jo të reagosh, ti je kështu, të reagosh si militant, të reagosh si qytetar. Po. Pa të mobilizuar partia. Se ajo nuk është më protestë qytetare, ajo është protestë interesagjish pastaj. Po të reagosh si qytetar është gjithmonë një detyrë dhe është gjithmonë opsioni më i mirë kushdo që është në qeveri, kushdo që është. Jo, absolutisht, edhe unë, domethënë ne jemi dëshmimtar të kësaj, pavarësisht se përgjithsisht politika dhe mekanizmi ose lajmi punon për të thënë që protesta, reagimi qytetar nuk funksionon, ata humbin gjithmonë. Është një e vërtetë e madhe që fshihet mbas. Faktet janë ndryshe, faktet flasin ndryshe. Që reagimi ka dhënë efekt në këto raste që unë përmenda që unë i njoh nga afër. Tani, fajin e ka politika apo populli? Dhe populli ka nxjerr ty aty. Kështu që fajin e ke ti apo politika? Ke gjetur këtë foto si refugjat. Po unë të thash, se fotoja e podcastit më ke nxjerr si refugjat. Këtu më ke nxjerr kështu si refugjat prap. Shiko, unë kam ftuar seriozisht që ti të reflektosh për te kufive që ke përdorur tashmë. Po kam shtypin që kjo është ftesë për gjithë, unë mbas rezultatit 11 majit, e ftova veten në një lloj katarsisi për të kuptuar që ore, e gjithë biblioteka që ne kemi përdorur për të bërë një lloj opozitarizmi, jo në kuptimin politik që dikush të vi, po do doja shumë që gjithë ato që kemi pasur në ankesë ishin reflektuar në një lloj kosto elektorale për këdo. Në këtë kuptim, edhe kur zgjodha foton e podcastit tash, ore me kollaro njerëzit e kanë parë gjithmonë, edhe të menduarit me kollare është aty dhe ne e kemi mainstream. Problemi është që a është ky momenti për ta ftuar në një reflektim tjetër, dhe gangsterët në këtë vend janë në modë, po ti kishe dal pak gangster aty tani me thënë drejtën. Ora, ke parti që duhet ta mendoja këtë punë, se çfarë mendoj kështu si më theti. E ke fajin ti apo e ka fajin politika? Populli dhe politika, të dy. Është një simbioze pandashme. Nëse ti lidhesh me politikën për interesat vogla, e ke fajin ti. Por nëse politika e zhvlerëson aq shumë votën sa
ti mendon që edhe nëse do votosh nuk ka për të ndodhur asgjë, dhe ti e shet votën, është edhe faj politikës. A mendojnë që Se nëse një qytetar mendon që vota e vet nuk ka asnjë vlerë dhe vota e vet nuk do bëj asnjë ndryshim, e shikon si një gjë të pavlerë dhe e shet. Nëse një qytetar mendon që me votën e vet ai mund të sjellë ndryshimin dhe ka një alternativë serioze të besueshme për ta votuar, unë mendoj që një qytetar nuk e shet votën. parimisht bie dakord, po pastaj teknikisht fillon edhe banalizohet situata. Edhe njerëzit Tani është faji administratës që bëhet patronazhiste apo është faji partisë që bën administratën patronazhiste? Po mirë, ose po ta them kështu. Ne kemi qeveri, përgjithsisht është ajo shpreha që çdo popull meriton qeverinë që ka. Patjetër. Çdo qeveri meriton popullin që e voton. Ne kemi politikanë dhe temi më shumë se ç'meritojnë njerëzit apo më pak se ç'meritojnë njerëzit. Se nëse thua që njerëzit bëjnë gabimet e tyre, mund të jenë eksaktësisht në mezin e. Pra këta janë ata që ne meritojmë. A mundet që të ndodhë që këta mund të jenë pak më keq se që ne meritojmë ose pak më mirë se që ne meritojmë? Këta janë ata që ne meritojmë, patjetër. Por unë mendoj që se duket sikur fajson popullin, po Ore, mua më del shumë i majt ti, më kupton? Unë i majt nuk e di, tani në këto testet që bëj janë ca teste 100 pyetje për të parë çfarë bindjesh ke, në situata të tilla dal i djathtë ekstrem. Po. Kur ka kështu ndonjë situatë tjetër dal socialdemokrat, po i majt nuk kam dalë ndonjëherë. Domethënë jam diçka mes socialdemokratit e lartë, po nuk kaloj nga kjo ana këtej e të majtës nuk kaloj dot. Shiko, unë nuk e thash në pejorativ, se nuk është ndonjë nëse ti ke bindje të djatha, nuk është se i majti është e keqja. Jo, nuk është po. Po e thash në këtë kuptim që një komb, një shoqëri lëviz vetveten nëpërmjet më të mirëve të saj, nëpërmjet elitës së saj, Teorikisht duhet jetë kështu. Apo lëviz nëpërmjet vullnetit të shumicës së saj. Pra le të themi, vendi ka qenë shumë pak i edukuar, arsimuar edhe civilist, le të themi, kur vendin një seri njerëzish me vizion në vendin ton 100 vite më përpara vendosën të kontribonin. Pra imagjinoni tani se si duhet të ankoj, se ç'duhet thonte fishta për qytetarin shqiptar. Dhe kam përshtypjen që nuk meritojmë ne të ankohemi për qytetarin. Qytetarët e fishtës o Miguel unë mendoj që kanë menduar më të lirë se qytetarët sot. Por ata mund të kenë menduar më të lirë, po kushtet dhe situation environment, ambienti nuk e mundsonte që ai të kishte një mendim kualitativ. Po kishte një mendim të vetin ama. Se sa kualitativ ishte, nuk e dim, po kishte një mendim të vetin. Sot shumica e atyre që kanë votuar nuk kanë një mendim të vetin. Po si e shikon kontributin e elitës? Se okay, e tham këtë anën e errët që unë nuk e pranoj asnjëherë tek unë që them qytetarët e kanë fajin. Unë përgjithsisht sajrja them vetes kësaj e shtyp dhe nuk e artikuloj. Ore më jep përgjigje për pyetjen që të bëra unë, se pyetjet dakord ti bën ti këtu, po është faji i një punonjësit të administratës që bëhet patronazhist apo është faji i partisë që e kthen ato në patronazhist? Do thuash ti buka e kalamajve. Po pse o ti nuk e kalamaj për të rritur? Jo. Buka e kalamajve nuk është më një justifikim. Me heqin nga puna madhe fort. Nëse të heqin nga puna dhe të heqin nga puna me dignitet, puna madhe fort se të heqin nga puna, ti do gjesh një mundësi tjetër. Dhe këta që thonë, po shiko se ne e bëjmë këtë për një vend pune, këta janë qenia më e shpifur e shoqërisë. E bëjmë këtë për një vend pune. Domethënë ti nuk ke respekt për asgjë tjetër përveç se për bukën. Që të hash një copë bukë aty në darkë dhe shkon e bësh patronazhist dhe gjen numra telefoni dhe më troket në përdyer edhe bën këtë. Kur ti nuk e beson këtë gjë, se kur e beson është tjetër gjë, nëse ti e beson vërtet këtë gjë, jam dakord me ty, domethënë bëj çfarë duash, për sa kohë ti e beson. Po ka njerëz që nuk e besojnë këtë gjë, po thon po shikoj se na heqin nga puna. Tani heqja nga puna nuk duhet të jetë një, se e kemi bërë këtë heqjen nga puna të administratës si një gjë shumë të tragjike. Gjithë na kanë hequr nga puna. Po kemi ikur nga puna me dinjitet. Përballë dhe Albin Kurti, që është i majt, ka një shprehje që mua m'pëlqen shumë dhe ja them vetes sa herë vjen një moment kur unë mendoj që duhet iki nga një punë. Buka pa dinjitet nuk të vën, thot Albini. Domethënë ti mund ta hash atë bukën, po e ha bashkë me dinjitetin tënd.
Kështu që nëse ty të heqin nga puna dhe ti ruan dinjitetin, ti je i fituar. Dhe nuk mund të thuash që unë po bëhem patronazhist dhe po manipuloj votat e fisit tim se mua më heqin nga puna. Jo, dhe unë jam për të. Kushdo që çdo antar i kësaj shoqërie duhet ta kuptojë që secili duhet mbaj peshën e vet. Nuk ka domethënë nuk është histori romantike zhvillimi i vendit. Dhe vendet e tjera nuk janë zhvilluar si rezultat i një kombi tjetër që ka hyrë te kombi vet për ta bërë më të mirë. Jo, më vetëm do vinë amerikanët të na bëjnë. Pra nëse bëhet më mirë do bëhet sepse ti në vendin e punës i thua drejtorit kjo nuk bëhet. Ti në vendin e punës i thua shefit kjo nuk bëhet dhe kjo bëhet kështu. Domethënë nëse nuk e bën këtë, është pak e vështirë të dhe unë bi dakord që ne në shoqëri nuk e kemi këtë të zhvilluar. Megjithatë, unë prirem që të shoh një nevojë kur kjo ndodh, kur kjo është në këtë vendi është në këtë situatë, unë prirem që të shoh elitën të tregoj modele. Se tani kush do t'ja tregoj modelin? Këtë model që ti thua, kush do t'ja tregoj qytetarit të vendit? Se kush është elita është një diskutim i madh me Ken. Kush është elita? Kush është elitë për ty? Elita intelektuale. A ka mision elita intelektuale dhe pastaj diskutojmë me bën apo se bën. Ne kemi arritur në situatën që elita thot me heqin nga puna. Profesorët e universitetit. Ky është për mua elit intelektuale janë profesorët e universitetit. Bi dakord edhe me këtë. Kur ka qenë hera e fundit që profesorët e universitetit kanë protestuar? Asnjëherë. Jo, ka një herë kur protestuan. Për rrogat e tyre. Dhe aty un kam bërë një shkrim që më kthyen kundër gjithë profesorëve të mi, të protestojnë ata që ne i mendojmë si elita, vetëm patjetër që mund të protestojnë për rrogat, por jo vetëm për rrogat. Mund të protestojnë për auditorët që boshatisen dita ditës, për mungesën e mbështetjes nga qeveria, për mungesën e literaturës, për mungesën e programeve, për mungesën e financimit të kërkimit shkencor dhe për shumë gjëra të tjera që e kanë çuar këtë vend në këtë pikë. Dhe profesorët u ngritëm vetëm për rrogën e tyre. Kjo është elita? Kush është elita? Elita, se ka edhe një elitë tjetër, elita, jo elita intelektuale, elita e biznesit, elita shtresa e mesme, njerëz që kanë një biznes të vetin, që nuk ja kanë nevojën as qeverisë as opozitës, se e kanë një farë ekonomie dhe mund të reagojnë. Këta njerëz kanë ikur. Dhe ikin dita ditës, jo se nuk jetojnë dot me ato të ardhurat që kanë, po se nuk e përballojnë dot stresin që ky vend jep të çohesh çdo ditë në mëngjes. Më prite 45 minuta për të ardhur këtu, Miken. Un kam një orë gjysmë në trafik sot për të ardhur këtu. Dhe kjo situatë është e përditshme. Si mundet që një njeri të jetojë çdo ditë? Rruga drejt Europës është e vështirë. Rruga drejt Europës është me trafik. Është e vështirë shumë. E duam si Europa ka trafik. Dhe po thosha, elita e biznesit, elita ekonomike, apo shtresa e mesme, ka ikur nga ky vend. Nuk ka më. Ktu ka vetëm o shumë të pasur, o shumë të varfër, ose të varfër që presin të marrin pasurinë këtyre të pasurve, ose të pasur që presin të varfërojnë akoma më shumë këta që t'i mbajnë akoma më shumë të shtypur. Domethënë unë në punën me ekipin e qendresës jam ndier shumë raste i trishtuar, në kuptimin që ke betejë që i humb sistematikisht, sepse nuk është vend që të ofron mundësi të fitosh sistematikisht. Dhe një nga betejat që mbaj mend ka qenë më e trishtueshme ose më ka sjell më ka lënë një gjurmë, ishte që edhe unë besoj që mes pedagogëve qëndron elita, domethënë nëse do të gjesh elitë brenda vendit, do duhet formësohet në universitet. Kosova e nisi pavarësinë e vet nga universiteti. Shqipëria i ka dhënë le të themi rrëzimin diktatorit nga universiteti. Pra nëse ka një fazë kur ti je poshtë fare dhe do duhet që të ngrihesh, nuk nis ndryshe. Në Serbi nisin nga universiteti. Protestat në Serbi kanë 6 muaj që vazhdojnë. Dhe Miloševići në ato kohë i doli në protestë universiteti, domethënë ishte vetëm. Kudo studentët janë ata që ngrihen dhe protestojnë. Me një grup le të themi kanë protestuar studentët në ato vite në Tiananmen. Me një grup njerëzish intelektualësh që bëjnë një sakrificë të jashtëzakonshme për të formsuar individ të këtij që mund të jenë pakic. Dhe ne para 2 vitesh kur u vum përpara situatës së plagjaturës së rektorit, rektori vetë pranoi që kishte bërë pak në një nga mediat atëre birë, edhe kanë bërë pak plagjaturë.
Dhe ne kërkuam që ta ngrinim si çështje në universitet brenda ato komisionet. Dhe komisioni i etikës thot, nëse nuk vjen një pedagog nga brenda, unë nuk e administroj si rast. Dhe Rigelsi ç'bëri? Bëri një listë me 800 pedagogësh dhe i dërgoni mail. Ju lutem administrativisht, me që është universiteti juaj, ngrijeni si çështje. Çështja mund të ishte edhe që nuk qëndronte. Po të paktën ngrije si çështje. Po rektori e kishte pranuar që ekzistonte si çështje sepse kishte bërë pak. Pra ai kishte dhënë verdiktin vet, kanë bërë pak. Dhe kjo pak do duhet shkencërisht të provohet, është pak apo shumë. Kështu që përbënte arsye. Nuk ka pak shtatzan, nuk e bërë ose ke bërë tani. Po në plagjatura mund të ekzistojë edhe kjo pak shtatzan sepse ka një përqindje. Ka një përqindje që mund të mos cënojë integritetin. Dhe askush nuk e bëri këtë. Askush nuk i del rektorit t'i jap çështje. Ja, urdhëra. Të njëjtët shumica e pedagogëve kur doli testi PISA, që le të ishte merrte në gjykim punën e mësuesve të gjimnazit, nuk ngeli njeri pa bërë statuse. Pra, përgjithsisht elitat gjykojnë kalat për te tyre. Jam unë shoqëri civile, mos bëj as kritik shoqëri civile, po t'i bëj gjithë kujt tjetër. Pedagogu vetë mund të bëj kritik çdo kujt institucioni tjetër përveç se institucionit të tyre sepse do ruaj bukën. Ore do isha dakord me këtë. Të gjithë strukturat e shoqërisë nuk e bëjnë kritik asaj që po ndodh në shoqëri këta pedagogët. Pse nuk kritikojnë asgjë? Cili ka qenë një pedagog që ka folur për shpopullimin? Për largimin masiv të studentëve. Nëse e gjejmë kështu me 1, me 2, unë mund të rreshtoj, po jo më shumë se 10. Me përjashtim të Ervin Gocit, nga pedagogët që unë janë disa pedagogë në Shkodër gjithashtu. Po, problemi është që kjo elita, kjo masa kritike që duhet të frymëzojë dhe studentët, unë mbaj mend ka pasur një profesor te protesta e studentëve që me lekët e rrogës së vet printoi një pankartë madhe për studentët. Ka pasur disa pedagogë që e kanë bërë atë. Po njëri nga këta e kam njohur unë. Dhe unë kur flas për një pedagog që angazhohet dhe i frymëzon studentët është ky shembull i këtij pedagogi. Që ka patur dhe një pedagog tjetër që u tha studentëve mungesat merren atje në shesh sot. Nuk merren këtu në auditor. Po sa janë këta? Shumë pak. Dhe pse nuk janë këta? Se janë rrogtar. Janë kthyer pedagogët, janë kthyer në rrogtar. Ata që duhet frymëzojnë të rinjt për të bërë të gjitha këto revolucione studentore që ne përmendën, janë kthyer në rrogtar. Po pedagogët e Universitetit Prishtinës ishin në radhë të parë të kapur krah për krah me njëri tjetrin dhe pas tyre vinin studentët dhe ata me tytat e armëve që i kishin në gjoks, shtynin ushtarët dhe studentët vinin pas tyre. Pedagogët thonë, duam rritje rroga. Megjithatë dhe ata e meritojnë, sepse e meritojnë për një jetë dignitet. Unë nuk thash të mos protestojnë për rritje rroga. Jo. Po jo vetëm. Unë nuk thash të mos protestojnë për rritje rroga. Unë do kisha dalë të protestoja së bashku me profesorët e mi që atyre t'ju rritej rroga, nëse profesorët e mi do kishin dalë protestonin për gjëra të tjera më përpara. Të protestojnë për rritjen e rrogës, por jo vetëm për rritjen e rrogës. Unë problemin e kam kur ngren zërin vetëm për rritjen e rrogës. Dhe kjo që thua ti është e drejtë dhe ndodhi. Rroga u rit dhe nuk u protestua për asnjë gjë tjetër. Dhe sistemi arsimor joni është po i njëjti si para rritjes së rrogës, mos më keq. Dhe profesorët nuk e ngrin më zërin. Për të rinjtë e vendit tonë, është më mirë politika apo kaos? Dhe personale, do ishte më mirë të ishe pjesë e një formacioni politik apo e artikulimit të kauzave? Kjo nuk e diferencon që një parti politike të jetë artikuluesi i kauzave, por këtu nga që s'ka parti. Po të kishe gjetur një foto tjetër nga një protestë e ngjashme, se pas kam foto të bukura për protesta. Kam dalë një herë në protestë me kisha printuar të madhe atë poezinë në alfabeti politik të Brehtit. Se të gjithë na thoshin po e bëni protestën politike, po e bëni protestën politike. Protesta në vetvete është një akt politik. E vërtetë është kjo. Dhe printova të madhe atë në një pankart poezinë në alfabeti politik të Brehtit, edhe nxora dhe thash gjithçka është politik. Çmimi i ujit, i dritave, i bukës, i fasules, i çdo gjë është politik. Kështu që edhe këto protestat janë një akt politik, por jo partijak. Unë kam provuar edhe kur isha më i ri, edhe tani që të përpiqem të hyj brenda ndonjë informacioni politik, po nuk e gjej dot veten brenda informacioni politik. Pse? S'ndiem rehat.
me njerëz që më duket sikur gjithë mendojnë njësoj. Kur isha i ri, shkoja, Po çfarë ndodh nëse nuk mendon njësoj brenda një partie? Nuk e di, nuk kam arritur deri në këtë fazë. Thjesht kam shkuar, i kam parë si janë dhe kam ikur. Nuk kam arritur që të bëhem pjesë dhe të flas, të them një gjë. Ose kjo është interesante, pra ti ke një vokacion ose ke pasur një dëshirë, ke pasur një lloj vetdije të brendshme për angazhim në parti, se s'po them politikë se politike gjithkohës, dhe le të thuash, si thua, e ke vizituar atë hapësirë, ambient dhe ke ikur. Po dëgjoj, se unë e njoh veten time. Unë nuk rri dot në një ambient me njerëz që mendojnë njësoj. Domethënë, ne kemi një grup me 4 shokë që ti Po jo, mos ma lërgj. Nëse ti do isha atje, ai grup automatikisht me praninë tënde do ishte një grup ku njerëzit nuk mendojnë njësoj, sepse do kishte disa që mendojnë njësoj dhe ti që mendon ndryshe. Po. Disa që mendojnë njësoj që i kundërvijnë këtij që mendon ndryshe. Apo problemi ka qenë tek te pranimi i mendimit ndryshe. Okay. Te pranimi i mendimit ndryshe. Dhe unë e njoh veten time, shokët e grupit tim shoqëror, jemi një grup shoqëror shumë i ngurtë, një 4 veta, më thonë ti e kundra pedali grupit, se unë gjej gjithmonë një gjë për të kundërshtuar, edhe për të hapur debate, edhe për të qenë kështu. Në qasje kritike. Në qasje kritike, po unë gjithmonë kundërshtoj. Dhe e di që kjo në jetë më ka kushtuar shumë, kur kam kundërshtuar dhe nuk kam qenë dakord me hierarkinë. Dhe partive nuk ju pëlqen njerëzit që kundërshtojnë, se duan njerëz që të thonë këtë drejt. Në Shqipëri është herezi që ti të dalësh të kundërshtosh kryetarin e partisë dhe të vazhdosh të jesh pjesë e asaj partie, të pranë. Po këtu. Një nga kandidatët për deputet që e hoqën i than Dash Sulën, thën ti ke shprehur qëndrime pro Spakut dhe kryetari jonë është kundër Spakut. Dhe e hoqën nuk e vun në listë si deputet as në listë hapur nuk e vun. Kjo është e vërtetë dhe është fatkeqësi. Kur the që e njeh vetveten, edhe të tjerët kanë njohje të mira mbi ty, edhe një prej tyre jam dhe unë. Dhe unë e di shumë mirë që pasionin që ti ke për të lexuar edhe për le të themi librin. Edhe unë e shfrytëzova këtë le të themi karakteristikë ose pjesë të karakterit tënd për të më përafruar personazhin letrar që unë do të sjell me një nga emrat e politikës nëse ti shet të tillë në politikë. Edhe po të sjerë Lord ose zotërinë e unazave, po këtë e kam bërë kështu si paralelizëm që politika nisi, domethënë një politikan që e nis rrugën si shërbëtor të idealit dhe rrugës pasaj e tërheq ajo që është fuqia e unazës, që është korrupsioni edhe dëshira për pushtet. Do vetëm një emër. Po minimalisht një emër. Gjithë. Të gjithë? Çdo politikan përveç Dashit. Apo paska atëherë duhet ta bëja pyetjen, më kap dikë që fuqia e unazës nuk e ka dallëdisur. Të gjithë ata që janë drejtues të partive kryesore që kanë mbajtur poste të rëndësishme, kanë qenë kryetar bashkie, kanë qenë kryetar partie, e kanë nisur si shërbëtor, ke rastin e Erjon Veliet. E kanë nisur si protestues kur Tirana nuk kishte ujë me atë bidonin sipër kokës në një protestë dhe përfundoi në burg si i korruptuar dhe Tirana akoma nuk ka ujë. Po të sjell princin e Machiavellit për të më treguar kush nga politikanët shqiptar në fakt e justifikon mjetin për të arritur qëllimin. Edi Rama. Qëllimi për të fituar zgjedhjet justifikon përfshirjen e krimit, bandave, vjedhjen, manipulimin, patronazhimin, shkeljen e ligjit, faljen e gjobave, shpërblimin për pensionistët, çdo gjë tjetër e justifikon mbajtjen e pushtetit. Mendon që e kanë të detyrueshme në Partinë Socialiste leximin e Princit? Nuk është e nevojshme të mendojnë shumë ata që janë Partinë Socialiste, se mendon kryetari për ta. Gjëja e mirë është edhe kjo. Dhe ai mendon që e ka lexuar Princin. Se di. Po për sa kohë zbaton kaq mirë? Kush është në politikën shqiptare Don Kishoti, politikani që lufton me mullinë të erës? Nuk e di. Nga rezultati i këtyre zgjedhjeve, s'dua të them që partitë e reja më duken si Don Kishot, po dëgjoj, George Bernard Shaw ka një shprehje për Don Kishotin,
që thot Don Quixoti kur filloi të lexonte u bë gentleman. Kur filloi të besonte të gjitha ato që lexonte u bë qesharak. Dhe varet si e shikon Don Quixotin, se për shembull miku im dhe joti Agim Baçi ka disa lexime për Don Quixotin, thot Don Quixotin duhet ta lexosh kur je i ri, 18 vjeç që të qeshësh, kur je 30-35 vjeç që të mendohesh dhe kur je rreth të 50-ave, 60-ave që të qash. Kështu që varet se ku e lexon, në periudhë të jetës e lexon Don Quixotin. Përfytyrimi masiv për Don Quixotin është qesharak, që lexon që lufton me mullin të erës. Po përfytyrimi pak më serioz për Don Quixotin është që ai luftonte për gjërat që besonte. Po pse mas bërthen tani Don Quixoti? Ai luftonte për gjërat që besonte. Po unë nuk ta solla Don Quixotin për të bërë analizë letrare Don Quixotit. Dgjoj, unë lexoj Don Quixotin tim, një njerëz që lufton fort për gjërat që ai beson se janë të drejta. Po nëse për qytetarët ose për masën, Don Quixoti është dikush që lufton me mullin të erës. Duhet ta lexojmë prapë Don Quixotin qytetarët. Pa nuk ma dhe emrin e politikanit që i ngjan Don Quixoti. Nuk ka si politikan në Shqipëri që lufton me mullin të erës, edhe pse i beson mullinve të erës, se janë të nevojshëm për të rrëzuar. Partitë e reja. Partitë e reja mua më duken si Don Quixote, që e besojnë atë gjën e vet, por luftojnë kundër një gjëje të paformë, kundër sistemit. Kush është sistemi? Të çajmë sistemin. Kush është sistemi? Kush është këshilla jote për partitë e reja? Këshilla ime për partitë e reja është që në këtë situatë të mos dorëzohen. Tashmë edhe ato janë pjesë e sistemit. Dhe e kanë mundësinë që ta çojnë zërin atje te sistemi. Nëse më përpara ju duhet që të mblidhnin 20.000 firma për të çuar një projekt ligj, sistemi të gjithë bashk bëjnë sistemi. Se unë jam dakord me ty që partitë e reja tashmë nuk janë partitë e reja, janë partitë vogla. Nuk janë partitë të reja, ishin deri në 11 maj, tani janë partitë vogla. Po, dhe partitë e vogla tashmë në sistem janë partitë, domethënë sistemi i zhndroi ata në partitë vogla. Po. Dhe tashmë ata janë vetë pjesë e sistemit politik. Ata janë sistemi. Jo sistemi, se sistemi është ai që na vëzhgon nga lart, po ata janë pjesë e sistemit dhe kanë mundësinë që të kontribuojnë për përmirësimin e sistemit. Si e bëjnë këtë? Nëse deri dje një parti të re që nuk përfaqësohen parlamentit duhet të mblidhte 20.000 firma për të çuar një projekt ligj në kuvend, po sot ata mund ta çojnë me deputetin e tyre. Di ndonjë nismë 20.000 firmëshe që ka marrë jetë në parlament? Jo, nuk di. Çfarë kontributi mund të sjellin ata kur sepse ata e kanë mundësinë që ta ngrenë zërin atje, ta bëjnë propozimin konkret, dhe ta bëjnë detyrën e tyre. Shiko, pa rëndësi ka nëse njëra apo tjetra palë e voton, po fakti që në parlament ne do kemi Agron Shehajn, që e kishim dhe ka ngritur zërin për shumë gjëra, do kemi Erald Kaprin, do kemi Redi Muçin, do kemi Adriatik Lapajn, mua më gëzon. Jo se unë jam dakord me të gjithë këta. Po, e vërtetë. Jo se jam dakord me të gjithë këta, por sepse këta janë zëra që i duhen më shumë se zeqineja ati parlamenti. E vërtetë. Dhe më shumë se gjitha zeqinet e tjera që kanë qenë, janë dhe do jenë atë parlament. Se këta janë zëra që unë mendoj që do t'japi një ngjyrë tjetër debatit në parlament. Unë do kem qejf të dëgjoj nuk jam shumë optimist do kem qejf të dëgjoj Redi Muçin në parlament apo Adriatik Lapajn apo Erald Kaprin. Po unë jam dakord me ty që dhe unë do të po marr shkas edhe unë për se ta thash çfarë do t'i këshilloje ti, po thash hajde se po futem edhe unë. Frika ime më e madhe për këta individ që rruga i çojnë në parlament, le të themi përjashtimisht Agron Shehajn, por në një farë forme të dytin e Agron Shehajt edhe Eraldin, preferoj ta fus tek njeriu që rruga e çojnë në parlament, që do të thotë terreni, komunikimi publik, artikulimi problemeve. Po se Eraldi ka nisur si gazetar karrierën e vet, dhe është gazetar në formimin e tij. Kam frikë dhe shpresoj shumë mos i ndodh që këta individ mos bëhen kollaregjint e ardhshëm. Pra nëse rruga i solli, nuk duhet i shkëputen rrugës, edhe nuk duhet i shkëputen artikulimit të problemeve, të cilat unë nuk besoj se janë shumë mirë në parlament, janë shumë më mirë se sa zeqineja, po nuk besoj tek kontributi parlamentar i tyre, sepse sistemi nuk i jep asgjë. Më thënë mund të mos t'jap as kohën për të folur. Mënyra se si artikulohet. Po frika ime më e madhe është që mos dalin nga ajo që i ngriti. Që është
problemi i qytetarit poshtë, baza, rruga. Dhe këshilla tjetër është që t'i lënë më një natet personale dhe mërit personale dhe të bëhem bashk për një qëllim më të madh. Kjo është shumë hynore, po nuk ndodh. E di Po që të nuk jemi ndodh, po ne i njohim. ata duhet ta kuptojnë që duke qenë të përçar, vetëm kapitalizojnë humbje, nuk kapitalizojnë dot fitore. Interesi i atyre është që të kapitalizojnë fitore, se nëse do ishin bërë bashkë të gjithë, të rinjt, do ishte poli i të rinjve. E para me këtë numër votash që kanë tani do kishin më shumë deputet se sa kanë tani, është pak por e sigurt, dhe e dyta do kishin ngjallur një frym tjetër tek qytetarët, që ndoshta nuk e ngjallën të veçuar nga njëri tjetri. Këtë historinë e frymës mbas e vlen të diskutohet një moment tjetër, sepse kjo është ka dimensione të tjera, po edhe unë e besoj gjithsesi këtë. Kush është Napoleoni? Kush është Napoleoni? Ose Kush është Napoleoni? Kush vjen në pushtet me populizëm edhe tani pushtet, se këtu pushtet nuk është se ka pasur njëri tjetër vetë Shramës, se po them edhe atë pushtetin e vogël brenda partive të tyre që pasaj sundjojnë me një lloj autoritarizmi dhe hipokrizie. Edi Rama është Napoleoni, që i largoi njerëzit, po themi në metaforën e fermës kafshëve, i largoi njerëzit atje dhe tha, vendosi rregulla të tjera dhe tha që ne nuk do flejmë në vendin ku flinin njerëzit, nuk do bëjmë gjërat që bënin njerëzit, nuk do ecim me dy këmbë, nuk mund të vrasim njëri tjetrin. Dhe pastaj është ai postulati i famshëm, të gjitha kafshët janë të barabarta, përveç disave. Jo, e ngatrova tani. Të gjitha kafshët janë të barabarta përveç disave. Duhet ta shoh si është kjo. Po, ideja është që me përjashtim të të derrave që mund të bënin çfarë të donin në fermë. Dhe Edi Rama thotë të gjithë janë të barabartë para ligjit me përjashtim të këtyre njerëzve që më duan mua. Po unë jam i barabartë se të barabartë. Të gjitha kafshët janë të barabarta, po disa janë më të barabarta se të tjerat, po. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit, thotë Rama, por spaku mos guxoj të marrë telefonin tim. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit, por ky ministër apo ai ministër janë punëtorë dhe spaku nuk shkon te ata. Të gjithë janë barabartë, por kur i thot atij kryetarit Malësisë Madhe, i thot po luan me dy porta të nesërmen atij i shkon spaku. Shiko, më pëlqeu si e pasurove figurën. Të fundit kam Dostojevskin, Idioti. Edhe Idioti ka disa lexime. Po jo, nuk është vetëm nuk po i bëj leximin e titullit në periudha të ndryshme. Këtu të kam kursyer. Ti thua ta gjykojmë vetëm nga kopertina? Nuk ta lash për kopertinë. Po thash, kush është politikani që për shkak të sistemit të korruptuar i mbetet për risk të konsiderohet idioti. Është më mirë kështu se kopertina? Shkak sistemit korruptuar me përrisjet idioti, ka shumë që i ka ngrënë sistemi. Se këtu pak a shumë është ai shqiptari që thot punon të rjetën me ndeshmëri dhe thonë po ky pas bëri Prokopi ky e bën drejtore, bën kështu ky idiot mbeti ky. Kryetari i Bashkisë së Korçës që vdiq para ca ditësh, Robert Kotomilo, që kishte qenë kryetari i Bashkisë së Korçës për pak më shumë se një mandat, dhe nuk kishte vjedhur asnjë gjë, nuk kishte korruptuar kurrë, dhe një intervistë të fundit ku thoshte që mua më vjen keq, thoshte që shoh që kryetar bashkie vjedhin paratë e popullit dhe vdiq i varfër dhe ushqimin ja çonte një fondacion bamirësie. Ai për mua është modeli i shërbëtorit publik. Dhe vdekja e tij kaloi shumë pa buj, po mesazhi që ai njeri dha në fund të jetës së tij, që megjithëse kishte patur shumë pushtet në një kohë kur mund të vidhje dhe të bëje çfarë të doje, ai njeri s'kishte as pak në përkëmbë dhe vendi ishte akoma rrëmuj, ai njeri nuk kishte vjedhur 100 dark nga lekët e këtij populli dhe vdiq në varfëri me bukën që ja çonte dhe nuk mendoi për bukën e gojës ai njeri. Se kemi këta që buka e gojës. Ai nuk mendoi për bukën e gojës. Bukën e gojës ja siguroi një fondacion, nuk e di kush ja çonte, kishte atë pensionin minimal. Dhe ai punoi si shërbëtor i popullit. Në kuptimin e njeriu që
ne shqiptarët e quajmë budalla dhe themi sa budalla ishte atje dhe nuk vodhi, ky për mua është shembulli më i mirë. Unë të falenderoj Renaldo edhe kam përshtypjen që me këtë të fundit si personazh edhe si model kam përshtypjen që i përmbledh të gjitha. Unë në titull kisha po tani, edhe kam përshtypjen që ne i dham përgjigje pyetjes po tani. Po tani nuk duhet menduar për bukën e gojës. Ndonjëherë bëhen akoma më imponues, sepse deri te buka e gojës mund të bëhesh agresiv, por kur të vendosin pastaj thon bukën e kalamajve, aty fillon edhe ti që po mundohesh të shpjegosh që more edhe buka e kalamajve nuk është e tillë nëse atë nuk e rrit në një vend të shëndetshëm. Nëse ti nuk e rrit kalamajt me dinjitet, nuk e rrit dot vetëm me bukë, kalamajt rriten me dinjitet. Sepse edhe buka e kalamajve që mund të vi me atë fileton e pulës që ta merr jetën, dhe ata kulloren që ta merr jetën, në këtë kuptim unë mendoj që vlen gjithkusht të mos e përdor më këtë frazë dhe në këto 4 vitet që mbeten, gjithkusht që e ka përdorur, po i dha një kontribut vendit që të mos e përdor, kam përshtypjen që i vlen shumë. Edhe unë sërish të falenderoj për këtë bashkëbisedim që bëm sot. Faleminderit shumë për ftesën. Zgjedhjet mbaruan po tani. Tani ne të dy do organizojmë një protestë tjetër kur ne ta mendojmë që duhet reaguar. E vërtet. Faleminderit. Faleminderit Miguel.